dy partnerë mund me ka pastërtia. Për shembull, meshkujt nuk janë që majnë pastërtin, kurse në anën tjetër femrat janë ato në kulturë, sidomos në kulturën tonë, që janë ekstrem drejtim pastërtisë. Pastërtia është një konflikt tepër i madh mes partnerëve. Për shembull, është tepër i madh mes meje dhe mes partnerës tem. Për shembull, që gjithherë na duhet me diskutu dhe me pas konflikt për punën e pastërtisë. Për mua s'është e rëndësishme. Për ata është tepër e rëndësishme. Mirë po, unë vi për një rrethit, sepse edhe unë muj me pas një normë caktuar. Pse është një normë për të na po kena konflikte ndërmjet veti. Mirë po, kush na ka mësuar që pastërtia është e rëndësishme? Na kanë mësuar në fëmijëri. Që i bjen që konfliktin aktual, për cilin unë dhe partneri jam e kam, mirë po edhe unë ti nëse kemi një konflikt aktual dhe po flasëm për shembull për çështje politike, backgroundi jot, e kalumja jote prej fëmijërisë është tjetër dhe jamja është tjetër. Dhe çaj konflikti që na kemi, edhe pse është shumë e thjeshtë çështja e konfliktit mbi partitë politike, i bjen që unë kam ardhur me një background tjetër familjar dhe ti një background tjetër familjar. Dhe çaj është një konflikti aktual është politika, po konflikti bazik, baza e këtij konfliktit është fëmijëria jonë, që kena mësuna për idealet, që kena mësuna për çështjet ekonomike ose sociale ose forma tjera. Dhe që unë menoj me mindsetin tam mu zgjidh ato probleme. Mi po na nuk jena të vetëdijshëm që kjo po vjen prej të kalumës tonë. Mi po tash konflikti jam aktual edhe konflikti bazik që po vjen prej fëmijërisë, këto dy atë ndeshën ndërmjet veti. Dhe unë filloj tash çaj nervoza shfaqet edhe në trup.